Me mbrëma të gjithëve, faleminderit që gjetët kohën dhe u mblodhëm këtu në këtë pamje të mrekullueshme të qytetit Vlorës. Më shumë për diskutimet që kemi pasur ditët e fundit me pothuajse gjithë operatorë turistik në këtë pik sezonin që sapo kemi filluar. Ishim mirë në sezonin e ulët, ashtu siç e kemi diskutuar të gjithë bashkë. Kemi pasur një rritje dhe kemi bërë më të mirën e mundshme që kjo rritje të jetë graduale, pothuajse vit me vit. Pra është puna e gjithë secilit prej nesh që Vlora është atje ku është sot. Jemi përmirësuar në sektorin e shërbimit, sektorin e akomodimit, në sektorin e bashkëpunimit me operatorë të huaj, kështu që për mendimin tim kemi ardhur mirë. Por duhet të vazhdojmë pa marrë në konsiderat se çfarë po ndodh, ashtu siç ndodh gjithmonë me Vlorën, që na marrin si files të diçkaje, por ne do të përqendrohemi te puna jonë, do të përqendrohemi te promovimi i Vlorës, te rritja e shërbimit, te cilësisë së shërbimit, e kështu me radhë. Vlora tashmë, ashtu siç e kemi thënë, e kemi diskutuar, që nuk ka një të ardhme tjetër. Ka vetëm një të ardhme turistike, një destinacion turistik. Po që të bëhet e tillë, duhet i kemi të gjitha. Duhet të kemi dhe ato që po fliten në ditë e fundit që nuk duhet të ketë zhvillim. Jo, duhet të ketë zhvillim. Dhe në qoftë se do duam që Vlora të jetë një qytet elitar, ashtu siç e kemi folur gjatë gjithë kohës bashkarisht, patjetër që na duhen dhe investime elitare. Patjetër që na duhen dhe brende. Patjetër duhet që të njihemi në gjithë botën që ky vend e filloi nga zerua dhe ka shkuar diku, dhe të shkojë akoma më lart. Ajo që duhet bëjmë bashkarisht pa marrë parasysh se çfarë po ndodh, në rast se në Tiranë duan të protestojnë, le të protestojnë, është e drejtë e tyre. Ne do të vazhdojmë të bëjmë promovimin e këtij qyteti, duhet të vazhdojmë ta promovojmë çdo ditë me konkurrencë patjetër, se konkurrenca siç e dinë të gjithë është shumë e gjerë. Jemi përmirësuar dhe nga ajo që jemi përmirësuar, ka filluar dhe konkurenca egër, ashtu që kemi parë kohët e fundit, portale nga gjithë fqinjët tanë, të cilët deri para disa vitesh nuk na merrnin konsiderat, por unë personalisht jam kënaqur që flitet për ne, jashtë kufive të Shqipërisë, flitet për një qytet turistik, flitet për një vend turistik, dhe kjo më bën të besoj që ne kemi arritur diçka dhe kemi hyrë në mendjen e tyre, që nga viti në vit besoj se do t'ju hapim shumë punë. Pra, unë nuk duhet t'ju ma shumë kohë, sepse do t'u lë radhën juve që kemi në komunikuar ditë e fundit. Dua vetëm që të vazhdojmë të bëjmë atë që kemi bërë, të vazhdojmë të promovojmë Vlorën, të vazhdojmë të konkurojmë, të vazhdojmë të mbështesim të gjitha ata që duan të investojnë në Vlorë, patjetër duke u përshtatur gjitha standardeve, se me vitin 2026 që nga ne të parët çdo ndërtim që e bëjmë me disa parametra, e bëjmë me disa kushte për të ruajtur natyrën, për të ruajtur mjedisin dhe për të ruajtur gjithçka që na ka falë ky vend. Kështu që le t'i hapim rrugë investimeve, si të vi banka që patjetër është e mirëpritur në Vlorë, po dhe kushdo tjetër që shikon që Vlora është një vend për të investuar, nga ana jonë si vlonjat është i mirëpritur. Kështu që ky është mendimi im, po kaloj juve dhe nëse ka diçka mund ta flasim. Faleminderit gjithëve. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë jam një operatore biznesi si të gjithë ju në sektorin e turizmit dhe në sektorin në fushën e hotelerisë. Puna që bëjmë ne është konsiston në ofrimin e shërbimit të mikpritjes dhe turistët vinë anë mban botës për të marrë pikërisht të shërbim, për të kaluar pushimet e tyre në Shqipëri, për të vizituar Vlorën dhe si tipologjia e shërbimit ata duhet të ndihen të sigurt për të ardhur këtu. Pra në fundit vinë për qejf dhe nuk vinë nga halli. Shqetësimi im në fakt lidhet me disa telefonata dhe mesazhe që kemi marrë nga njerëz, nga klientët tanë që kanë bërë rezervimet pranë strukturave tona, të cilët pyesin me shqetësim se si është situata aktuale në Shqipëri.
Patjetër jemi munduar të shfaqim qetësinë dhe të shpjegojmë se situata është shumë paqësore. Jeta vazhdo normalisht, bizneset operojnë normalisht, hotelet janë gati plot me turist, plazhet po popullohen, por patjetër perceptimi që ata kanë ndaj kësaj situate, ndaj ato që lexojnë nëpër mediat e huaja, nuk është një perceptim i mirë dhe nuk është diçka që ne na bën mirë në këtë moment. Imazhi i Shqipërisë turistike është shumë i brisht akoma. Ne sapo kemi nisur rritjen dhe ky është momenti më i mirë që jemi pozicionuar në nivelin turistik në nivel global dhe është momenti më i mirë për Shqipërinë turistike. Të gjithë jemi munduar dhe me shumë sakrificë e kemi ngritur dhe kemi arritur këtu ku jemi sot, që Shqipërinë ta njohin si një vend safe, të sigurt dhe një vend që të ofron shumë. Mendoj që nuk e kemi luksin në këtë moment që të ndërpresim këtë trend pozitiv për faktin e imazhit të Shqipërisë turistike, por dhe për të ardhurat që sektori i turizmit sjell në Shqipëri dhe kryesisht po flasim për qytetin e Vlorës. Me sektorin e turizmit janë të lidhura shumë familje. Në sektorin e turizmit janë të lidhura shumë industri të ndryshme, si për shembull dhe industria bankare me të cilat ne na ndihmojnë për të financuar dhe kemi detyrime ndaj tyre, furnitorët tanë të cilët pikërisht na furnizojnë me produkte dhe materiale, përgjegjësia që kemi ndaj stafeve tona, ndaj kontratave që kemi me turoperatorët e huaj, pra është një përgjegjësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Dhe unë vërtet uroj me gjithë shpirt që sinqerisht të gjendet një marrëveshje, të gjendet një zgjidhje dhe pra të jepet zgjidhje, të jepet fund kësaj situate sa më parë dhe sa nuk është shumë vonë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam tur operator i vjetër, që nga viti 96 dhe mund të them me plot gojën që transferimi që ka mësuar Vlora është e një shkallë të pakrahasueshme, edhe me vetë planet sikur ti kishim bërë vetë, nuk do ta bënim kështu. Mendoj se kjo situatë që jemi tashti duhet i paraprim. Akoma nuk kemi pësuar dëme kolaterale të mëdha, por duhet i paraprim me punën tonë, me gjithë imagjinatën tonë, për të mos arritur në diçka tjetër. Unë po fokusohem vetëm te koncepti i zhvillimit në Vlorë. Ne të gjithë kemi qenë zhvillues, pak a shumë të vegjël, të forma të ndryshme, por na ka pëlqyer të zhvillojmë. Dhe duhet jemi promotor të zhvillimit dhe jemi vetë ata që ai investitor që do të investojë në Vlorë, ai fillimisht e dashuron Vlorën, ai fillimisht e do vendin se është miqësor. Dhe kjo është baza, nuk është thjesht fitimi, unë këtu do fitoj. Dhe ne duhet jemi miqësor me investitorët. Kuptohet nëpërmjet zbatimit të gjithë kritereve dhe procedurave që parashikon ligji shqiptar. Për shembull, në rastin e investimit në Sazan dhe në Zvërnec, unë mendoj që në kriteret që duhet vendosen, duhet të jetë dhe kritere rreptësisht të përcaktuara me investitorët, si për shembull, sasia e punonjësve shqiptar që do të punojnë në rezorte. Kjo të jetë e kushtëzuar me kuota. Përse? Që ky investitor mos të marri punonjës ku t'i doj qefi dhe të vi t'i punsoj atje, ta bëj një cikël të mbyllur. Për të përfituar njëkohësisht dhe kontratat që do të ketë për ushqimin, për çdo gjë, riparimet, shërbimet, të gjitha duhet i bëjmë me këto kompanitë lokale. Dhe në gjithë këtë histori, unë shikoj një, sipas mendimit tim, shikoj një pretekst për të thënë që kjo nuk do bëhet,
ne fillimisht jemi ambientalist, pastaj jemi investitor, pastaj i kemi të gjitha emrat. Dhe nuk mundet që një hotel të ndërtohet në kundërshti me ligjet e natyrës dhe me ligjet e ambientit. Këtë ne e dim se kemi bërë të gjithë. Të gjithë kemi ndërtuar dhe kemi bërë atë që po të shikosh sot radhimën është komplet e transformuar. Kjo është bërë domethënë me fantazin e projektuesve dhe të investitorëve. Kështu që mendoj që ne do të jemi përkrahas në zhvillimin e investimeve të reja, qofta që do vinë, qofta të tjerët. Asnjë gjë nuk të ndodh nga investitorët. Shikoni që kemi një barë shumë të madhe. Gjithë ta punojës që ne duhet i mbajmë në punë, ne kërkesat tona duhet i kemi për të vazhduar, për të zgjeruar ato afatet e qëndrimit në turizëm dhe të kërkojmë nga qeveria ato që ne duhet të na i plotësoj. Por njëri me tjetrin, në biseda, në telefonata, në rrjetet sociale, unë mendoj që duhet jemi të sinqert njën me veten, pastaj me të tjerët. Mos të bëhet një fushat virale bosh nga brenda. Unë uroj të gjithëve suksese dhe kam shumë besim se këtë do ta kalojmë. Ju falenderit. Përshëndetje, unë jam Taviola Meftari, jam menaxher e një biznesi të vogël këtu në qytetin e Vlorës, një biznesi familjar. Më është kërkuar të mos jem me motive në këtë diskutim, por unë nuk kam si të mos jem me motive kur kam parë babain të ri në biznesin që ne kemi edhe sot e shikoj të moshuar. Realiteti është që ne kemi sakrifikuar shumë për të arritur deri këtu. Normalisht kemi pas sfida, siç e din të gjithë me biznesin, duke filluar nga infrastruktura, duke filluar një periudhë ujë, duke filluar nga edukimi që ne duhet të kishim për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Menduam se erdhi koha që ne e krijuam këtë kulturë dhe ishim gati që të ftonim gjithë të huajt që të vizitonin qytetin e Vlorës. Dhe realiteti është që këto vitet e fundit gjithë të huajt e kanë pas në fokus Vlorën edhe Shqipërinë në përgjithësi. Problemi është që është një luftë e madhe për ta mbajtur këtë gjë. Dhe kjo luftë e madhe nuk bëhet duke dalë me pankarta dhe duke thënë që Vlora është vendi i konfliktit apo nisjes së një konflikti. Kjo luftë bëhet duke treguar punën tonë dhe kjo luftë bëhet duke u bashkuar të gjithë dhe të themi turistëve që Vlora është mikpritse. Vlora nuk ka parti dhe Vlora ka në thelb zhvillimin e qytetit dhe zhvillimin e gjithë bizneseve që ashtu si unë e di këtu të gjithë i kanë ngritur me gjak. Faleminderit. Unë kam punuar për shumë vite në menaxhimin e hoteleve, kështu që do doja të cekja disa element nga protesta. Duket sikur e gjitha është bërë për të krijuar content për Instagram, sepse shumë nga influencerat që postojnë vende elitare, pra janë njerëz që vinë dhe frekuentojnë këto vende. Unë në feedet e tyre nuk para kam parë që të postojnë vende të bukura, natyrë, por gjithmonë kanë postuar vende, destinacione, hotele. Nuk jam kundra zhvillimit të këtyre projekteve sepse ka disa avantazhe për të gjithë. Pra, edhe për një hotel të vogël është avantazh, sepse ardhja e projekteve të tilla ngren dhe zhvillon destinacionin. Duke zhvilluar destinacioni, zhvillohen më shumë infrastrukturë, zhvillohen më shumë vende pune. Neve kemi mundësinë që të mësojmë. Pra, unë për shumë vite kam punuar në Marina Bay. Ne kemi pasur brendin maritim. Na ka trajnuar dhe jo vetëm mua, por gjithë stafet që sot janë të shpërndarë në gjithë hotelet e Vlorës. Kështu që të gjithë këto brende, kur vinë në fillim, vërtet sjellin menaxher të huaj, por gjithmonë këta trajnojnë stafin vendas. Ky është një element shumë thelbësor. Gjithashtu është zhvillimi që krijojnë në infrastrukturë, rrugë të reja, aeroporte, porte për jahte, që pse jo mos t'i kenë dhe në Vlorë. Kështu që do ishte shumë e interes për të gjithë, si për punësimin, si për zhvillimin lokal, si për punësimet lokale, që të vazhdojnë të tilla investime. Por
bërja e këtyre protestave unë mendoj që është përdorur për antireklam për Shqipërinë, sepse në shumë raste neve kemi shumë gjëra të bukura për të nxjerrë nëpër ekranet e botës, nëpër gazetat e botës, por sa keq dje njëra nga fotot e protestës u bë lajm në gjithë botën. Kështu që kjo krijon pasiguri në gjithë turistët që duan të zgjedhin Shqipërinë. Krijojnë pasiguri sepse ata nuk e dinë cili është shkaku i protestës, por dinë që këtu në Korrik ndoshta mund të ndodhi ndonjë pasiguri e madhe për ta dhe më mirë zgjedhin destinacione të tjera për të kaluar pushimet e tyre. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që të tregojmë. Ju falenderoj. Përshëndetje të gjithë, unë jam një nga operatorët së dyqan suvenirësh të qytetit të Vlorës. Bëjmë vite që mundohemi që të mbajmë këtë turizëm që ka arritur Vlora. Përpara Vlora ka pasur maksimumi 3-4 muaj sezon, kurse sot, mbas shumë vitesh, kemi arritur që të paktën gjysmën e vitit të punojmë në këtë fushë. Edhe të gjithë kjo është ndëmin e gjithë qytetarët të Vlorës dhe gjithë të punësuar në bizneset tona turistike. Çdo vend të botës bëjnë greva, por gjithmonë mbas sezonit turistik, se pjesa e sezonit është që na shkakton të gjithëve. Ju lutem të gjithë qytetarët, kudo që të jenë, na mirëkuptojnë të gjithë bizneseve që ta mbyllim këtë sezon turistik që bëjmë vite që mundohemi të arrijmë në këtë pikë që jemi sot. Faleminderit të gjithëve dhe një sezon të mbar për të gjithë. Përshëndetje gjithëve, si një sipërmarrës i vogël, për disa vitesh ushtroj aktivitetin tim një mobile barbershop në Lungomarën e Vlorës. Ne dhe unë dhe stafi im prej 10 personash, absolutisht nuk mund të jemi kontra zhvillimeve në Vlorë, por jemi pro dhe me një pro të madhe, sepse falë këtyre zhvillimeve, falë këtyre investimeve, personalisht biznesi im është i kthyer një atrakcion turistik për turizmin nga orët e para të mëngjesit deri po në orët e para të mëngjesit të ditës së nesërme. Ndaj, le të mos merremi me fjalë, le të mos merremi me protesta, sepse Vlora nuk ka kohë për protesta, Vlora ka kohë për punë dhe të gjithë së bashku le të punojmë për një Vlorë më moderne, më mikpritse dhe më konkurruese në rajon. Ju falenderoj gjithëve. Përshëndetje edhe nga unë, ju përshëndes të gjithve, edhe ne kemi një biznes në rrugën e Radimës. Ju uroj të gjithve shumë suksese në punë, sepse të gjithë jeni të sakrificës, e dim ne që kemi këto biznese se sa punë na duhet për të arritur këtu ku jemi. Në 2013 na si na shkonte ndërmend se Vlora do të ishte kjo që është sot. Nuk harriti kjo gjë rastësisht, po u krijuan të gjitha mundësitë që këtu të zhvillohej biznesi kështu siç është zhvilluar, të priste turistë nga të gjitha vendet e botës. Nuk na shkonte ndërmend se do vinin të huaj të punonin në Vlorë, se do vinin të huaj të blinin shtëpi në Vlorë, e shumë gjëra të tjera. U krijuan kushtet që ne jemi këtu ku jemi. Ne ishim pa drita, kemi drita, ne ishim pa ujë, kemi ujë. Ne sot ka një infrastrukturë të shkëlqyer dhe turistët dinë se ku vijnë. Nuk dua që t'ju hakon, sepse jemi të gjithë nga Vlora, të gjithë e shikojnë Vlorën se jetojnë. Lidhur me situatën që është krijuar në Tiranë. Unë për vete personalisht jam pro zhvillimit në Vlorë dhe në të gjithë Shqipërinë. Shikoj atje në demonstrata do ketë, patjetër që do ketë, sepse njerëzit janë të lirë, do demonstrojnë, por si vlonjat nuk më vjen hiç mirë, ne kemi kaluar 97-ën dhe kemi provuar se çfarë kaloi Vlora në 97-ën. Dëgjoj nga ata atje në demonstrat që do të rëmbejnë njerëz zvar, do të varin njerëz në litar, e lloj shprehjesh të tjera, moshës time dhe kush e kaloi 97-ën, ne nga këto gjëra na rrënqefin, se i provuam në Vlorë, nuk janë shuar akoma pasojat e atyre viteve. E kur i kemi ne këto shqetësime, të mendojmë për ata të huajt se çfarë mund të thonë ata të huajt për vendin tonë, për Shqipërinë.
edhe në qoftë se kanë ndarë mendjen, siç e kanë ndarë mendjen i kanë bërë pronotinën te para 6 muajsh apo 7 muajsh, që kur është mbyllur sezoni, tani kanë filluar të tërhiqen mbrapsht. Se në një vend të tillë me shqetësime të tilla nuk mundet që të vijnë. Unë këto kisha për të thënë, uroj të gjithë me shëndet e suksese dhe gjithë mirat. Përshëndetje të gjithëve, doja të thoshja 2 fjalë si kryetari i shoqatës së ndërtuesve të Vlorës, në lidhje me këtë perceptim në ajër që është krijuar me qëndrime pro apo kundra zhvillimit të Vlorës. Doja të thoshja që turizmi dhe ndërtimi janë 2 ekonomi nga shtyllat më kryesore që kemi ne në qytetin tonë sot, të cilat janë dhe promotori i zhvillimit të qytetit. Ndërtimi është shumë i lidhur me turizmin dhe gjithashtu ana sjelltash. Shumica e investitorëve në hoteleri turizëm janë në ndërtim dhe shumica e ndërtuesve janë njëkohësisht zhvillues në hoteleri. Çfarë po ndodh sot me ndërtimin në Vlorë? Ne kemi një fat shumë të madh sepse jemi në një situatë ku sapo kemi filluar të importojmë arkitekturë moderne, të cilët në mënyrë private ne investitorët që ndërtojmë, po aplikojmë këtë në të gjitha këto kantiere ndërtimi që ju shikoni rreth e rrotull edhe këtu afër nesh, por në të gjithë Vlorën. Kjo do të sjellë padyshim një zhvillim shumë të madh dhe edhe një turizëm arkitekturor shumë të madh në Vlorë, përveç se turizmit bregdetar, malor e tjera me radhë. Mirë po, klima është shumë e rëndësishme, besimi që ne duhet kemi, që ne do të ecim para dhe këtë qytet do ta bëjmë shumë të zhvilluar dhe një nga më të mirët këtu në Mesdhe, sepse kemi mundësinë që po fillojmë në një moment kur gjërat janë më të avancuara, ku gjërat janë më smart dhe ne mund ndërtojmë shumë herë më bukur dhe më mirë se fqinjët tanë, cilët i kanë bërë këto investime 30 apo 40 vjet më përpara. Kështu që në këtë kontekst dhe ne jemi pro zhvillimit dhe kërkojmë që të ruajmë qetësinë dhe të ecim përpara sipas gjithë programit që kemi gjithë secili prej nesh, me një sezon të suksesshëm edhe të gjithëve mbar. Unë jam Besnik Lulaj, përfaqësues i Marina Bay. Në vitin 2004, në intervalin kohor 2004-2008, nëse mbani mend shumë nga bashkëqytetarët që jemi këtu në këtë takim të bukur, qeveritë e atërshme morën ca vendime shumë të zeza për gjirin e Vlorës. Kam qenë antar i Këshillit Bashkiak atëherë, i kam denoncuar bashkë me shumë miq këtu ato vepra të zeza për gjithë gjirin e Vlorës, por gjithashtu dhe për qytetarët dhe bashkë qytetarët tanë. I denoncua me forcë dhe arritëm që së bashku t'i ndërprisnim, sepse atje ishin parashikuar përveç petroliferës dhe tesit, projekti Ambo, Petrokimi dhe gjithë zezat e botës. Ndihem shumë mirë që bëm atë lëvizje dhe arritëm që sot, mbas gjithë punës, vuajtjeve, mundimeve, sakrificave të gjithë qytetarëve, nga punojësi më i thjeshtë deri te biznesmeni me kualiteti më të lartë, këtu të gjithë së bashku kemi arritur që kemi bërë ca gjëra të bukura që sot edhe janë konkurruese në nivel edhe në nivelin e gjithë shteteve dhe vendeve të Ballkanit, por edhe më gjerë. Kjo ka arritur që shumë turist vinë, përveç se vinë nga gjithë Shqiptaria, po vinë nga Europa, nga Amerika dhe kudo. Kjo natyrisht që ka ngjallur një xhelozi të jashtëzakonshme për gjithë vendet fqinj, që nga shteti grek, malazezët, italianët, kroatët, të gjithë këta kanë të drejtën e tyre për të bërë politikat e bizneseve dhe familjeve të tyre. Dhe në mënyrë shumë të stërolluar bëjnë veprime
që ndoshta i kuptojmë me vonesë dhe na bëjnë dëme të mëdha. Projekti i Zvërnesit është një vlerë shumë e shtuar për Zvërnesin, për Vlorën, po për gjithë Shqipërinë. Duhet mos të jemi indiferent për këto gjëra. Nuk ka është gjë tjetër të protestosh për ato shërbime që të gjithë ne si qytetar apo si biznese nuk i marrim. Jemi shumë kritizer me bashkinë, me institucione të ministrive të caktuara që kur trokasin bëjnë 1001 manovrime për të futur në siklet qytetarët apo edhe të tjerë biznesmena kushdo që të veprojnë ndryshe për të marrë shërbime. Dhe kjo është një kritik shumë e fortë që unë sot e bëj, por besoj edhe ju shumë qytetarë që jeni këtu, e bëj ndaj qeverisjes lokale dhe qeverisjes qendrore. Por ndërkohë, nuk duhet të harrojmë veprat e mira që janë bërë. Kjo, kur të gjithë që vini nga Tirana e Mëgjër, kalonin në Vlorë, tranzite dhe iknin drejt Palasës, drejt Dërmiut, drejt Jugut, në thellësi. Sot, Vlora është kthyer në destinacion dhe duhet që Çezarit japim atë që meriton. Këto kanë bërë që është kthyer vëmendje të bizneseve ndërkombëtare, të niveleve konkurruese globale, që t'i bëjnë investimet këtu, në qytetin tonë të dashur. Kështu që them që këtë gjë kaq të mirë që është duke u bërë, ne t'i themi një po të madhe. Sepse ai biznes atje, thjesht kur e shikojmë ato, kur shikojmë një gjë të bukur, sepse kur dalim jashtë Shqipërisë themi sa bukur ajo, sa bukur kjo. Kur shikojmë në vendin tonë themi jo, mos është qa shitje, si është bërë Mikonosi, si janë bërë gjithë vendet e tjera që sot vinë nga gjithë bota, me investitor të huaj dhe vendës. Dhe prandaj them që ne me këto zhvillimet e fundit duhet të jemi të mirë orientuar, që të kuptojmë që nesër mos të jetë vonë. Dhe prandaj them që së bashku ne të gjithë operatorët turistik duhet që të kuptojmë situatën dhe më falni dhe për emocionet. Pra të mbështesim investimet e këtyre niveleve sepse do na bëjnë mirë ne si biznese, por edhe gjithë qytetarëve të gjithë gjirit të Vlorës. Ju uroj një sezon të mbar dhe suksese dhe shëndet në familjet tuaja. Faleminderit. Më falni se e mora prap mikrofonin. Unë doja që të tregoja pak impaktin që kanë jo vetëm zhvillimet e fundit, po lakimi i emrit të Vlorës si pikëfillimi i gjithë këtyre protestave. Unë kisha lidhur një kontratë me një grup turk, të cilët kishin prenotuar hotelin nga periudha e qershorit deri në fund të shtatorit. Dhe ata kanë filluar të tërhiqen, edhe janë dëme kolosale ekonomike. Po ashtu, këtu kam një mesazh të shkruar nga një polak, i cili ndjen pasiguri, edhe thot që is it safe tu kam të Vlorë, a ka siguri që unë të vi në Vlorë? Patjetër që ka siguri. Ftoj dhe të gjithë biznesi nuk është kundër zhvillimit. Ne nuk kemi kundër gjithë njerëzve që kanë dëshirë që të protestojnë apo të ngrenë zërin, por ne duam mbështetje. Dhe ftoj gjithë blogeret që kanë merakun tonë se do ka të ndisemi si më falni se kam emocione, si pakistanezët e Bangladeshit, ftojmë që të vinë të promovojmë Vlorën bashkë me ne dhe të japin një dorë biznesit. Ne s'kemi kur për të katandisur të tillë, për faktin se jemi ne që kemi ndërtuar Vlorën, jemi ne që kemi zgjedhur të jetojmë këtu dhe jemi ne që kemi vendosur që familjet tona e kanë të ardhmen këtu. Faleminderit. Përshëndetje. Kam një biznes në radhim. Radhima këto kohët e fundit ka pësuar një revolucion të madh që mezi e pritëm të kohë.
Kemi 3-4 vjetë që e prisim edhe filloi sezoni shumë mirë pranvera. Pranvera filloi shumë mirë, tash ka të mësuar një rënje të hajda marrin vesh ashin nga puna vjen, po inshallah nuk zgjat shumë kjo lloj situate. Kështu që ju uroj gjithëve një sezon të mbarë dhe vit mbarë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam tur operatore në zonën e Zvërnecit dhe Zvërneci ka krijuar një pasiguri akoma më të madhe dhe pse jemi larg pjesës së investimit, të gjithë turistët bashkohem me Fabiolën, ndoshta më fal se kemi pasur goxha anullime të rezervimeve, telefoni nuk bie më vetëm për të pyetur për data të lira, po vetëm pyesin vetëm për sigurinë. A ka siguri Vlora, a ka siguri Zvërneci? Jemi pro investimit. Faleminderit. Nëse s'ka diçka akoma për të shtuar, mendoj se dha mesazhin ton të qartë. Ne si operator turistik dhe si vlonjat që jemi, le të bëjmë atë që duhet të bëjmë mirë, ta promovojmë Vlorën sa më shumë, t'i ftojmë të gjithë t'i kalojmë pushimet verore në Vlorë, i ftojmë të gjithë ata që kanë ndërmend të investojnë, të vinë të investojmë në Vlorë, dhe do t'ja dalin, do t'arrijmë atje ku duhet. Puna jonë në këto 3 muaj të ardhshëm, të gjitha që jemi këtu jemi të shërbejmë dhe të kemi sa më shumë review të mira. Kështu që le të kemi një sezon të mbarë të gjithë dhe faleminderit që latë kohën tuaj dhe erdhët këtu. Për çdo gjë ngelemi në kontakt dhe le ta shohim mbas 2-3 muajsh se sa mirë do të ecim. Faleminderit gjithëve.